Kryetari i Strugës, Ramiz Merko, do të vazhdojë të jetë në bankën e të akuzuarve për blerjen e makinës luksoze Audi A6 me vlerë 67.000 euro dhe 3 veturave të tjera për nevojat e komunës në vlerë prej 114.000 euro. Kjo për shkak se gjykata e Strugës mori vendim se nuk pranohet propozimi i mbrojtjes për vjetërsim të lëndës. С оглед дека веќе претходно беше донесено решение од колешката што го водеше премието дека не се прифаќа приговорот, бидејќи расправата почнува одново, јас повторно ја донесов истата одлука, бидејќи сметам дека има прекин на рокот на застареност. Од тие причини, расправата ние ја отворивме и почнавме со изведување на доказите. Duke folur se kur mund të pritet vendimi për këtë rast, gjykatësi Jovanov tha se nuk mund të jepet përgjigje konkrete, sepse varet nëse sigurojnë praninë e dëshmitarëve. Lista është e gjerë, por kjo sipas tij nuk do të thotë se nuk do të pranohen në tërësi. Nga mënyra se si është parabar vepra, gjykatësi mendon se vjetërsimi i plot është viti 2028. Листата обемна, меѓутоа не значи дека во целост ќе биде прифатен. И во другите предмети видовме дека имаше обемна листа, меѓутоа јас како судија што раководи со премиетот одлучувам дали ќе прифатам во целост или не. Për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar parashihet dënim me burg nga 1 deri në 4 vjet. Megjithatë, mbrojtja e Merkos beson se klienti i tyre nuk është fajtor. Sa i përket seancës për pllakën e vendosur në hyrje të ndërtesës së komunës, e cila u konsiderua si nënçmim nga komuniteti Maqedonas, ajo u anulua për shkak të problemeve shëndetësore të gjykatësit.